Pas humbjes në zgjedhjet e 14 maj 2025 kundër Sali Berishës, filloi presioni i zërave brenda PD-s dhe nga një pjesë e shoqërisë që kërkon rotacion pushteti, duke i kërkuar të largohet nga drejtimi i partisë me 3 argument. Në zbatim të statutit të partisë që përcakton mbarimin e mandatit të kryetarit të PD-s dhe mos rikandidimin e tij, kur partia humbet zgjedhjet parlamentare, bashkëngjitur humbjes më të thellë se në 2021 për shkak të humbjes së besimit nga antarësia dhe mbështetësit. Sanksionimi i Sali Berishës me mas non grata nga SHUBA dhe Mbretëria e Bashkuar është pengesë kryesore për rikthimin e PD-s në pushtet. Prej 13 vitesh në opozitë, Sali Berisha si kartë e djegur në sytë e shqiptarëve dhe si pazargji i interesave të tij me kryeministrin Edi Rama, po shërben si garanci për qëndrimin e tij në pushtet. Përgjigjja e Sali Berishës: jam me mision në krye të PD-s, nuk largohem derisa të kem frym. Këtyre zërave që përcjellin realitetin dhe i kërkojnë largimin nga drejtimi i PD-s, Sali Berisha u është përgjigjur: unë nuk do të largohem nga drejtimi i partisë derisa të kem frym, sepse kam ardhur dhe jam me mision në krye të saj. Ka thënë të vërtetën që gjatë 35 viteve në krye të PD-s, Sali Berisha ka dëshmuar me veprime se ka qenë dhe është vërtet me mision të ngarkuar nga ish-kupola e diktaturës në krye të së djathtës për ta shkatruar dhe mbajtur peng, dhe e ka kryer me sukses këtë mision. Ai hyri në lëvizjen e dhjetorit, i instruktuar nga Ramiz Alia dhe familja e diktatorit Enver Hoxha si gjoja antikomuniste e mik mbështetës i studentëve, të përndjekurve dhe intelektualëve idealist. Por pas një muaji, në zbatim të platformës Katovica, Sali Berisha u rrëmbeu PD-n për zuri me dhunë intriga të gjithë themeluesit, demokratët e vërtet antikomunistë, të përndjekurit intelektualët dhe idealistët. Ai e mbushi kupolën dhe strukturat e partisë të qeverisë me familjar bllokmenësh, me komunistë ekstremist, hetuese spion të ish diktaturës, dhe sundon PD-n prej 36 vitesh, duke çuar në degradim të plotë pa shpresë për rikthim në pushtet. Nga misionar Tinzari Ramizalist e Zoraxhi i përshtiri Edi Ramës. Pas suksesit të pazarit më 21 prill 2008 për të bllokuar votën direkte dhe emrimin e deputetëve me lista, Sali Berisha i vazhdoi pazaret me Edi Ramën pas rënies nga pushteti. Gjatë këtyre 13 viteve, Sali Berisha nuk e ka konsideruar dhe përjetuar veten në opozit, jo thjesht sepse ka pak deputeti dhe favore si drejtues i partisë opozitare, por sepse ai, gruaja, vajza, djali, dhëndri, kunati, mbesa dhe urtakët e tyre janë në listën preferenciale të kryeministrit Edi Rama si përfitues koncesionesh, fondesh publike, leje ndërtimi, trojësh e tokash, pas një ndryshim nga përfitimet kur në pushtet ishte baba Sali Berisha. Për çdo marrëveshje ligji, vendim pazaresh, marrëveshje politike e parlamentare që i duhet Edi Ramës për të vazhduar sundimin e tij, Sali Berisha e firmos në këmbim të shpërblimeve me troje, toka, leje kullash, pallatesh e kompleksesh me vila, duke u kthyer në Zoraxhi të Edi Ramës. Ky është profili i sharlatanit që shkatroi dhe po mban peng partinë e idealeve demokratike, në këmbim të sigurisë së pasurive të vjedhura dhe shtimit të tyre, sepse ky është parimi, morali dhe qëllimi i Sali Berishës përballë Edi Ramës, ndërsa demokratët për të janë vetëm numra.